tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do të afusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprir atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë s'do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pashaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transakcione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian në aspektin industrial dhe për turizmin si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve, në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të bashkëpunuar me Komisionin në funksion të fuqizimit të arsimit lartë përmes ndërkombëtarizimit, gjë që ne kemi filluar në Shqipëri, por me ndihmën edhe mbështetjen e Komisionit besoj që mund ta çojmë në një nivel tjetër dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në mbyllje dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë për praninë, për kontributin e tyre. Dua të falenderoj në mënyrë të posaçme Komisionin Evropian për faqësinë, misionin, ambasadën, nuk e kam kuptuar akoma si quhet, delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë për punën e bërë në bashkëpunim me ne, të gjithë institucionet e tjera të pranishme dhe në fund, por jo për garancia, komisioneren e cila është përsëri këtu në Shqipëri dhe me cilën takohemi shumë shpejt pas momentit historik të pak ditëve më parë të çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe e dashur Marta, fjala është për ju. Përshëndetje.